Ju njohim me përmbledhjen javore të lajmeve. Kjo është Radio 7. Parlamenti Evropian miratoi raportin vjetor për Shqipërinë me 483 vota pro. Raporti vlerëson procesin e negociatave ndërsa Shqipëria vlerësohet për hapa drejt integrimit. Brukseli apelon që Shqipëria të thellojë reforma dhe të forcojë sistemet demokratike. Nevoja për ndërhyrje urgjente shihet në pavarësinë e gjyqësorit dhe luftën kundër korrupsionit, ndonse vlerësohet puna e bërë deri më sot nga SPAK. Gjatë votimit u miratuan 5 amendamente, ndërsa u rrëzuan 11 amendamente mbi raportin. Komisionere Europiane për zgjerimin para Parlamentit Evropian vlerësoi ecurinë e Shqipërisë në rrugën drejt integrimit. Një hap të rëndësishëm përpara përmbushjes së standardeve të përkohshme për sundimin e ligjit i barit, çka i hap rrugën vendit për të nisur procesin e mbylljes së kapitujve të negociatave, paralajmëroi Marta Kos. Ajo nënvizoi megjithatë se mbetet ende shumë për të bërë në kuadër të reformave të kërkuara nga Bashkimi Evropian. Sipas saj, aktualisht ekziston një dritare mundësie për përshpejtimin e procesit të zgjerimit, ndërsa Komisioni Evropian është i gatshëm të ecë përpara me vendet e rajonit për sa kohë ato vijojnë reforma dhe parafrohen me politikat e Bashkimit Evropian. Kryeministri Edi Rama nga konferenca vjetore e Komisionit të Bllokut Lindor në Berlin vlerësoi se përhapja e masive e informacionit të rem po rrezikon funksionimin e demokracive dhe besimin e qytetarëve tek institucionet. Freedom of speech is a cornerstone of democracy. Freedom of reach is an unprecedented technological power that no democracy has ever had to confront before. Liria e fjalës është gur themeli i demokracisë. Liria e shpërndarjes është një fuqi teknologjike pa shembull në të cilën asnjë demokraci nuk është përballur më parë, tha Edi Rama. Në përmbyllje kryeministri deklaroi se Shqipëria është e gatshme të vazhdojë reformat dhe të kontribuojë në të ardhmen europiane, ndërsa ngriti pyetjen nëse vetë Europa është gati të ndërmarrë hapat e nevojshëm për ribashkimin e plot të kontinentit. But the real question is not whether Albania is ready. The real question is whether Europe is ready. Por pyetja e vërtet nuk është nëse Shqipëria është gati, pyetja e vërtet është nëse Europa është gati, apeloi Edi Rama. Shqipëria merr garanci edhe nga Gjermania në rrugtimin e saj drejt integrimit evropian. Ministri për Ropën dhe Punët e Jashtme Ferit Hoxha takoi në Luksemburg ministrin e shtetit për çështjet europiane në Ministrin e Jashtme Federale të Gjermanisë Gunder Krischbaum dhe theksuan rëndësinë e ruajtjes si një procesi të besueshëm të bazuar në merit të plotësuar me hapa konkrete të synuar drejt integrimit gradual. Ministri Hoxha shpreu gjithashtu vlerësimin për mbështetjen e palëkundër të Gjermanisë për zgjerimin e BE-s dhe për antarësimin e Shqipërisë në Union. Politik. Komisionera Europiane për zgjerimin Marta Kos deklaroi këtë të hënë se Shqipëria ka dhënë garanci se për projektin e Zvërnetsit do të kryhet një vlerësim i plotë i ndikimit të mjedis. We have received our communication assurance from the government of Albania that a full environmental impact assessment will be carried out and that European environmental standards will be respected. Lidhur me protestat që vijojnë prej më shumë se 2 javësh, ajo deklaroi se është e lumtur që në Shqipëri e drejta e manifestimeve të respektohet. You know how important the right to protest is to us. It is a fundamental right in our union, and for all the aspiring members, I'm glad to see that this right is respected in Albania. Kos zbuloi se në Tiranë kishte qenë për vizitë drejtori për Ballkanin Perëndimor, I cili ishte takuar me ministrin e mjedisit. We just had a visit of our director for Western Balkan, Valentina, meeting the Minister of Environment in Tirana last week. Komisionerja vuri në duke se projekti duhet të jetë në përputhje me kuadrin ligjor dhe me standardet e përcaktuara në kapitullin 27 të negociatave të antarësimit që lidhet me mjedisin. It will need to comply with the legal framework and with the benchmarks set under the environmental chapter, as you have said, 27 of the accession process. Aktualisht, mbyllja e këtij kapitulli është planifikuar deri në fund të vitit 2027. Ambasada amerikane në Tiranë qëndron për krah qëndrimit të qeverisë shqiptare për çështjen e Zvërnetsit. Në takim me ministrin e ekonomisë Delina Ibrahimaj në dhomën amerikane të tregtisë, e ngarkuara me punë e ambasadës amerikane Nancy Van Horn, tha se në këtë pikë Shqipëria ka të njëjtin qasje me atë të presidentit Donald Trump. Sipas të ngarkuarës me punë të ambasadës amerikane, investitorët kanë nevojë për besim se rregullat janë të qarta, se fusha e lojës është e barabartë dhe se sektorët strategjik janë të mbrojtur nga aktorë që nuk luajnë sipas të njëjtave rregulla si kundër Shtetet e Bashkuara të Amerikës. Kryeministri Edi Rama konfirmoi se I ka dorëzuar Komisionit Evropian të gjithë dokumentacionin e nevojshëm lidhur me projektin në Sazan dhe Zvërnec. Përmes rrjeteve sociale, kreu I qeverisë shqiptare ju referua deklaratave të Komisionerës Evropiane mbi informacionin që ka marrë për këtë çështje.
Komisioni Evropian është njohur në detaje me procesin e dokumentuar administrativ lidhur me Sazanin dhe Zvërnecën dhe vetë komisionerja Marta Kos ka folur qartë për të gjithë ata që duan t'i referohen fakteve shkruaj Rama në rrjetet sociale. Dita e 15 e protestës shënoi me bllokimin e aksit rrugor Tiranë-Durrës, pasi protestuan për rreth 2 orë para kryeministrisë u vijua me marshim në drejtim të aeroportit ndërkombëtar në Tereza. Përpasoj dalja nga qyteti i Tiranës u bllokua për orë të tëra, ndërsa i vetmi aks për të lëvizur ishte rruga dytësore dhe në aksin hyrës për në kryeqytet u krijua trafik kilometrik. Vetëm pas gati 5 orësh marshim, policia ndërhyri duke mos e lejuar rrugëtimin deri në aeroport. Për shkak të bllokimit, u krijuan radhë të gjata kilometrike duke shkaktuar dhe humbje të mundshme të fluturimeve përmes rrinasit. Pas bllokimit të aksit kombëtar Tiranë-Durrës reagoi kryeministri Edi Rama. Përmes rrjeteve sociale, shefi i qeverisë shkruan se kjo protestë nuk ka më asnjë lidhje me Sazanin dhe me Zvërnecën, sepse i gjithë dokumentacioni i procesit dhe i gjithë qasja e dokumentuar e qeverisë tregojnë qartë se qeveria është në lartësinë e interesit publik dhe të standardeve dhe praktikave më të mira ndërkombëtare. Për shefin e qeverisë kjo protestë po godet imazhin e vendit dhe sezonin turistik duke ushqyer perceptimin negativ dhe të pavërtetë të një vendi jo miqësor ndaj mjedisit, jo mikpritës për investimet e huaja dhe të pasigurt për turistët. Kryetari i grupit parlamentar të Partisë Socialiste Taulant Balla deklaroi se protestat e ditëve të fundit po kalojnë nga forma një proteste paqësore në akte që po dëmtojnë interesin publik, imazhin e vendit dhe ekonominë shqiptare. Ndër të tjera, Balla thotë se Shqipëria po përjeton një periudhë të rëndësishme zhvillimi turistik dhe çdo veprim që krijon pasiguri apo pengon lëvizjen e qytetarëve dhe vizitorëve sjell pasoja negative për bizneset dhe ekonominë. Më herët Balla theksoi rëndësinë e turizmit si motor i zhvillimit ekonomik të vendit, duke argumentuar se çdo akt që cënon këtë sektor dëmton të ardhurat, punësimin dhe perspektivën e zhvillimit të Shqipërisë. Largohet nga radhët e grupit parlamentar deputeti e Partisë Socialiste Mariana Koçeku, largimi i saj u lemrua gjatë protestës para kryeministrisë. Po sa po erdhi një lajm që tregon sa e madhe është kjo protestë. Sot një nga kurët e shaut Partisë Socialiste sa po ka rënë, një deputete ka dhënë të heqe nga Partia Socialiste. Përmes një postimi në rrjetet sociale, ajo shkruan se do të ishte deputete e pavarur. Prej sot jam deputete e pavarur, idealet e vlerat e mia janë ato që i kam patur dhe i kam shprehur përpara se të asociohesha me një parti. Ato më tregojnë kufit, shkruan Mariana Koçeku, kryesuesja e listës së qarkut të Shkodrës nga radhët e shumicës në pushtet. Pas largimit nga grupi parlamentar i Partisë Socialiste, deputetja Mariana Koçeku ka shprehur pendes për mbrojtjen publike që i ka bërë aksionit të qeverisë për priqjen e ndërtimeve pa leje në Theth. Ajo kërkon falje banorëve të Thethit, ndërsa u premton se nga sot do t'i përfaqësoj siç duhet. I kërkoi falje prej zemrës Thethit. Ajo ngjarje ka qenë ndër goditjet më të mëdha emocionale që kam parë ndonjëherë, shkruan Koçeku. Vetëm një ditë më parë Koçeku la të kuptohet se kishte marrë kërcënim nga grupi Bajrave. Kryetari i Partisë Demokratike ftoi deputetët socialistë të largohen nga Edi Rama. Gjatë konferencës për shtyp nga Selie Blu, Seli Berisha vlerësoi si largimi nga radhët e socialistëve të deputetes Mariana Koçeku i jap rrugën një mocioni mosbesimi në parlament. Një zgjidhje tjetër paqësore, siç e kërkojnë protestuesit, është largimi i të gjithë deputetëve socialistë që nuk janë të implikuar në krime dhe kjo i hap rrugën shkarkimit me mocion mosbesimi Edi Ramës. Kryet Demokrati angazhohet se votat e opozitës do të vijnë në dispozicion kërkesave të artuara nga protestuesit në sheshin para kryeministrisë. Si të 5 kërkesave të tyre, ashtu dhe të një listës tjetër me 20 kërkesa, duke analizuar një nga një ato. Pra, opozita i ka dhe do t'i ketë të gjitha votat në favor pa asnjë hezitim të kërkesave kushtetuese të drejta dhe që janë të tilla, të drejta janë dhe janë kushtetuese të protestës rinore qytetare. Kryetari i Partisë Demokratike Sali Berisha parlemëroi se kryeministri Edi Rama po përgatit largimin e ish-zëvendës kryeministres Belinda Balluku nga Shqipëria. E keni marrë vesh, po i përgatit lubis Aratisje. Po i përgatit absolutisht lubis largimin në një shtet tjetër. Këte e kam nga burime të mirë informuara. Pas daljes nga SPA, ku paraqit për masën e sigurisë të vendosur ndaj tij, Berisha vjoi me akuzat ndaj shefit qeverisë, ndërsa nuk munguan dhe dyshimet ndaj kryeprokurorëve të SPA. Kushtetuta e detyron të hetoj krimin zgjedhor dhe unë kam sot detyrimin të informoj
se nga 43 dosjet shqyrtuara kanë penalizuar vetëm një. Ndërkohë, që farsa elektorale zgjedhore është universalisht e konfirmuar. Opozita shqiptare dënon udhëzimet e Ministrisë së Shëndetësisë mbi terapinë hormonale të personave transgjinor në sistemin publik. Deputeti PD-s Bar Spajia akuzoi qeverinë se po financon trajtime që sipas tij rrezikojnë fëmijët dhe familjen shqiptare. Spajia pretendon se ekzekutivi i ka hapur rrugë ndryshimit të gjinisë edhe për fëmijët përmes financimit shtetëror të terapisë hormonale. Qeveria shqiptare i është dorëzuar plotësisht agjendave ideologjike wokiste që synojnë shkatrimin e vlerave të familjes dhe të shoqërisë sonë së shëndetshme. Ky është një eksperiment ndoshta më i frikshmi që rilindja e Edi Ramës po i bën qytetarëve shqiptar. Dehumanizimin që në gjenesë, duke nisur nga fëmijët, nga ardhmja e këtij kombi. Ai ngriti të shqetësimin për atë që cilësoi si pengim të një nisme të deputetëve demokrat për projekt ligjin për mbrojtjen e fëmijëve dhe të rinjve nga propaganda gjinore në Republikën e Shqipërisë. Kjo nisëm synon krijimin e një kuadri të plot ligjor për mbrojtjen e fëmijëve dhe të rinjve deri në moshën 22 vjeç nga çdo formë përmbajtje, ndikimi apo propagande që trajton çështje të identitetit gjinor, si dhe synon të garantojë një mjedis të sigurt, edukativ, social dhe institucional për zhvillimin e të miturve dhe të rinjve. Kundër këtyre ndryshimeve është rreshtuar dhe koalicioni Pro Familjes. Sipas Ministrisë së Shëndetësisë, udhëzuesi është hartuar në kuadër të procesit të integrimit evropian dhe për parafrimin e praktikave shqiptare me standardet ndërkombëtare. Aktualitet. Përfundon procesi i rivlerësimit kalimtar të gjyqtarëve dhe prokurorëve në Shqipëri. Kryetari i Kolegjit Posaçëm të Apelimit, Sokol Çomo, deklaroi se në këtë mënyrë po mbyllet kapitulli i tranzicionit. Sipas tij, Shqipëria po futet në shinat e dhura të demokracisë funksionale. Sfida jone e përbashkët është që përjashtimi të mbetet përjashtim dhe normaliteti të jetë garancia se do të ketë drejtësi për qytetarët, apelon Sokol Çomo. Kryetari i Kuvendit të Shqipërisë Niko Peleshi në fjalën e tij gjatë konferencës mbi përmbylljen e procesit të vettingut e cilësoi procesin si domethënës për Shqipërinë pasi ndihmoi në rrugtimin e integrimit në Bashkimin Evropian. Peleshi nënvizoi se po mbyllim një proces, por nuk do të mbyllet ku rruga për të ruajtur me përgjegjësi atë që kemi ndërtuar. Nga sot e tutje, suksesi nuk do të matet më nga procesi i rivlerësimit, ai do të matet nga cilësia, ndershmëria dhe besimi. Nga cilësia e drejtësisë që marrin qytetarët, nga ndershmëria e sistemit dhe nga besimi që qytetarët kanë tek drejtësia. Përmbyllja e procesit të vettingut është përshëndetur dhe nga zëvendës kryeministri Albana Koçiu. Në konferencën organizuar me këtë rast me aktorë të sistemit të drejtësisë, numri 2 qeverisë shqiptare kujtoi se zgjodhëm këtë rrugë jo për të ndryshuar një emër me një tjetër, por për të vendosur parimin se toga nuk është mbrojë dhe askush nuk mund të qëndrojë mbi ligjin. Pas këtij momenti, në emër të qeverisë shqiptare, Koçiu kërkoi ta ruajmë standardin e ri të drejtësisë. Këshilli i lartë gjyqësor, Këshilli i lartë i prokurorisë, Inspektori i lartë i drejtësisë, SPAK-u, gjykatat, prokuroritë, të gjithë institucionet e sistemit të drejtësisë duhet të garantojnë që integriteti, profesionalizmi dhe llogaridhënia të mos varen më nga mekanizma të përkohshëm, por të jenë mënyra e zakonshme e funksionimit të drejtësisë. Pavarësia e drejtësisë nuk është privilegj, është garanci për qytetarët. Dhe pavarësi nuk do të thotë mungesë llogaridhënie, përkundrazi, kërkon më shumë përgjegjësi ndaj kushtetutës, ligjit dhe publikut. Gjykata e posaçme konfirmoi masën e arrestit me burg për Florian Mysajn, të vetmin të arrestuar në kuadër të një operacioni kundër një grupi të strukturuar kriminal që akuzohet për trafik ndërkombëtar droge dhe pastrim parash, kryesisht përmes fushës së ndërtimit në Shqipëri. Florian Mysaj doli këtë të mërkur përpara tokave të zeza dhe përfaqësuesve të SPAK, ndërsa ishte pjesë e listës për 10 personave ndaj të cilëve ka marrë siguri arrest me burg. Vetëm Musaj përfundoi në pranga, ndërsa 7 të tjerë përfshirë Eldi Dizdarin, Dritan Gjikën dhe Shpëtim Aliun ndodhen jashtë vendit. Gjatë viteve 2019-2021, ky grup ka operuar në Amerikën Latine, Brazil, Belgjik dhe Holland. Nga hetimet e kryera është krijuar dyshimi se të hetuarit kanë trafikuar për periudhën e mësipër me të paktën 50 ton kokainë, ndërsa SPAK ju sekuestroi 491 pasuri me një vlerë 150 milion euro. SPAK vendos në sekuestër një prej strukturave më luksoze të Rivierës me 5 yje dhe 200 dhoma akomodimi, hotelin Zigzag në Jal. Në total janë sekuestruar 491 pasuri me një vlerë të përllogaritur rreth 150 milion euro. Mes tyre ndodhen hotele dhe vila në vijën bregdetare, por dhe prona në Tiranë, Durrës, Elbasan, Lezhë, Shkodër, Dërmi dhe Sarandë.
Sipas PAK, grupi kriminal dyshohet se drejtohej nga Dritan Gjika dhe Eldi Dizdari, ndërsa një rol kyç në skemën e dyshuar të pastrimit parave e kishte Isa Aliu. Në kuadër të operacionit gjykata ka saktuar masën e sigurisë arrest me burg dhe për Nikolin Bibajn, Sokol Bibajn, Armando Pacanin, Naldi Yzeiran, Oklida Lion dhe Shpëtim Alion. Biznesmeni Ilir Shtufi arrestuar nga autoritetet greke refuzoi ekstradimin drejt Shqipërisë, i shpallur në kërkim ndërkombëtar nga autoritetet shqiptare për pastrim të parave të kokainës dhe pjesëmarrje në organizatë kriminale. Mediat greke raportuan se Shtufi ka refuzuar ekstradimin në Shqipëri. 53 vjeçari u arrestua në Greqi pas shpalljes në kërkim ndërkombëtar nga autoritetet shqiptare për vepra penale që dyshohet se janë kryer në vitin 2020 në Tiranë dhe konkretisht për pastrim parash të kryer duke përfshirë fonde të nxjerra nga trafiku i drogës, pjesëmarrje në një organizatë të strukturuar kriminale dhe kryerje të veprave penale nga një organizatë kriminale dhe grupe të strukturuara kriminale. Gjykata greke vendosi qëndrimin e tij në paraburgim derisa të merret vendim për ekstradim. Miratimi i amnistisë penale në Shqipëri pritet të sjellë lirimin e 466 personave, ndërsa 869 të tjerë përfitojnë ulje dënimi. Ministri i Drejtësisë Toni Gogu sqaroi edhe një herë se nga projekti nuk përfitojnë subjektet e SPAK dhe të gjykatës kundër krimit të organizuar dhe korrupsionit. Ndërkohë që përsëris asnjë person dhe asnjë vepër që është nën jurisdiksionin e SPAK-ut, pra vepra të krimit të organizuar dhe të korrupsionit, nuk përfitojnë. Ministri i Drejtësisë Toni Gogu ka komentuar për herë të parë deklaratat e deputetes Mariana Koçeku për grupin e bajrave për të cilët la të kuptojë se i kishin kërcënuar. Jashtë kuvendit, Gogu tha për gazetarët se ky nuk është një lajm politik, por i takon shtetit të së drejtës, duke theksuar se institucionet duhet të zbatojnë urgjentisht detyrën. Kur një qytetar i Republikës Shqipërisë, dhe aq më tepër një deputet dhe një zgjedhur sinjalizon për kërcënim, që nuk është lajm politik, besoj që ky është një lajm që i takon shtetit të së drejtës dhe jam i bindur që të gjitha institucionet të ngarkuara me ligj, me pushtet për të luftuar krimin e organizuar, nëse është një rast i tillë, duhet të zbatojnë urgjentisht detyrën. Ishte ministri i Drejtësisë Toni Gogu. Generali Erik Weng konfirmoi të ambasadori Shëbas në Shqipëri. Ambasadori Erik Weng është konfirmuar nga Senati i Shteteve të Bashkuara të Amerikës me 51 vota pro dhe 47 kundër, duke marrë miratimin përfundimtar për detyrën e tij diplomatike. Votimi në seancë plenare vjen pas miratimit të merrshëm në Komisionin Përkatës të Senatit, ku kandidatura e tij mori mbështetjen e shumicës së anëtarëve. Më herët kandidatura e tij kishte marrë mbështetjen e Komitetit për Marrëdhënie me Jashtë të Senatit Amerikan me votim 19-3, duke hapur rrugën për miratimin përfundimtar në seancën plenare të Senatit. Generali Erik Weng ka një karrierë të gjatë mbi 3 dekada në ushtri dhe në struktura ndërkombëtare të sigurisë. Ai është oficer i pensionuar i ushtrisë së Shteteve të Bashkuara të Amerikës me mbi 34 vjet shërbim. Weng ka shërbyer si komandant i Komandës së Operacioneve Speciale të NATO-s, si dhe ka mbajtur postë kyçe në lindjen e mesme dhe rajonin e Paqësorit. Gjatë karrierës së tij, Weng ka qenë koordinator i sigurisë i SHBA-s për autoritetin izraelito-palestinez në periudhën 2017-2019, si dhe shef i shtabit në komandën e paqësorit të Shteteve të Bashkuara të Amerikës. Ndoqët lajmet shkurt në Radio 7, zëri pozitiv i qytetit.